Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendos rinumërimin e votave në të gjithë qarkun e Tiranës. Rrëzohet kërkesa e PD për pavlefshmëri në Kukës. Debate në parlament për zgjedhjet e 11 majit, opozita e quan një farsë elektorale. Socialistët deklarojnë se PD kërkon të mos mbajë përgjegjësi për humbje. Gjykata e posaçme lë në burg personat e arrestuar për trafik droge në Finland. Shqiptarët shitën në vendin nordik qindra kilogram kokainë dhe drogë sintetike. Stërvitja ndërkombëtare Defender Europe zhvendoset në Durrës. Forcat etare demonstrojnë përgatitje në praninë të ushtrisë amerikane. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Vota i qarkut të Tiranës do të rinumërohet. Vendimi është marrë nga Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve pas kërkesës së bërë nga 2 anëtarët e propozuar nga Partia Demokratike. Ndërkohë komisioni hodhi poshtë pretendimet e opozitës për pavlefshmëri të zgjedhjeve në qarkun e Kukësit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të rinumërojë të gjitha votat e qarkut të Tiranës. Partia Demokratike shfryzoi të drejtën ligjore të 2 anëtarëve të propozuar nga vetë ajo në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve për të hapur 1281 qendrat e votimit në Tiranë. Me kërkesë të 2 anëtarëve të KAS-it do të bëhet këshyrja e kutive të fletëve të votimit për qarkun Tiranë. Bazuar mbi këtë vendim do të rinumërohen rreth 450.000 vota të Tiranës për partitë politike, por edhe për kandidatët, duke plotësuar kështu kërkesat e garuesve të PD-s si Ilir Ali Mehmeti për rinumërimin e votave. Përveç Tiranës do të rinumërohen edhe 44 kuti në Dibër. KAS pranoi kërkesën e Partisë Demokratike për të rinumëruar vetëm votat e kandidatëve në këtë qark për shkak të pretendimeve të kandidatit Said Xhamal Gjungshi. Ndërkaq betejë e opozitës për përsëritjen e zgjedhjeve mori sot goditjen e parë. Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve rrëzoi kërkesën e PD-s për shpalljen të pavlefshme të zgjedhjeve në qarkun e Kukësit. Shumë nga temat e trajtuara në debatin që u zhvillua këtu në seancë, ne I kemi trajtuar edhe më përpara. Jo vetëm kur kemi pasur përballë ankuesin, por edhe kur kemi pas përballë subjekte të tjera. Në vendimin tonë të arsyetuar, ne do t'i referojmë këto rastet e vendimeve tona të mëparshme, me qëllim që publiku I interesuar të kuptojë se për ne standardi I gjykimit është prioritet I prioriteteve. Për ne nuk ka rëndësi kë kemi përballë, për ne ka rëndësi çfarë kemi përballë. Po sot në magazinat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Baqar u hapën 233 kuti të materialeve zgjedhore me kërkesë të opozitës. Partia Demokratike kërkoi verifikimin e këtyre kutive, pasi komisionerët kanë raportuar 0 flet votimi që nuk u përdorën në 11 maj, ndërsa sipas KQZ-s, komisionerët kanë raportuar gabim, pasi rreth 100.000 flet votimi të papërdorura ndodhen në këto kuti. Procesi I hapjes së kutive I dha të drejtë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Parlamenti u përfshi këtë të njëjtë nga debatet me socialistëve dhe demokratëve. Deputetët e opozitës akuzuan mazhorancën se angazhoi bandat më të rrezikshme për të blerë zgjedhjet, por sipas ligjvënësve të shumicës, opozita mori 300.000 vota më pak në 11 maj. Vetëm 15 deputet nga 62 që ka opozita shkuan sot në seancë plenare për të ngritur shqetësimin për problemet e zgjedhjeve të 11 majit. Partia Demokratike shfryzoi foltoren e kuvendit për të akuzuar Partinë Socialiste se përdori banda dhe burimet shtetërore për të deformuar vullnetin e shqiptarëve. E gjatë seancës nuk munguan momentet e tensionit. Zonjë, kur ju vidhni thoni shërbeni Shqipërisë, ta fshehim. Kur ju merrni koncesione thoni shërbejmë Shqipërisë. Kur Plum Gjoka merr 10 hektar, Sueli atje kazinot, apo drogën tropinët, ju thoni shërbejmë Shqipërisë. Dhe kur Sërish, tani flamur ta dhan fjalën 3 herë, nuk e përdore për procedurë. Tani e ka mundësi, hajde je përjashtuar nga seanca, hajde, vazhdo, je përjashtuar nga seanca. Sipas opozitës, krimi ndikoi në rezultatin e mazhorancës dhe të kandidatëve më të votuar të Partisë Socialiste. Por nga ana e saj, mazhoranca I rrëzoi këto pretendime duke sjellë në vëmendje se Partia Socialiste mori 300.000 vota më shumë se Partia Demokratike në 11 maj. Karteli Troplini dominon portin më të madh në Ballkanin Perëndimor. Karteli Çela kontrollon trafikun e heroinës dhe bandat e tjera që synojnë të arrijnë nivelin e kartelit
terrorizojnë zgjedhësit. Falcone kishte një shprehje që ka bërë shkollë në hetimin e mafjas. Ndiq parat dhe do të gjesh mafia. Këto zgjedhje e ndryshuan thelbësisht shprehjen. Ndiq votat e deputetëve socialistë do të gjesh mafian dhe Edi Ramën bashkë. Zgjedhjet në Shqipëri kanë përfunduar. Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë 826.177 vota. Ju keni marrë 529.354 vota, diku ke 300.000 kusur më pak vota. Se ku ju kanë shkuar votat ju, përfundoni zoti Balla. Gjeni ku i keni votat tuaja. Nga Brukseli, kryedemokrati Sali Berisha e quajti 11 maj një farsë elektorale. Ai tha se vrasës serial dhe trafikant droge kanë ndikuar deri në emërimin e ministrave dhe drejtorëve. Lideri i opozitës Sali Berisha shfryzoi një takim me strukturat e Partisë Demokratike në Bruksel për të denoncuar procesin elektoral të 11 majit. Sipas Berishës, në këto zgjedhje Partia Socialiste mori 83 mandate, pasi nga njëra anë përdori burimet shtetërore, duke u dhënë bonus pensionistëve apo duke falur gjobat në prag të zgjedhjeve, e nga ana tjetër përdori bandat. Ditën e zgjedhjeve, një nga bashkëpunëtorët e mi i thot ambasadorit Bashkimit Evropian, ambasador thot në filan vend janë banditës s'po lanë me votue. Ambasadori kthej thot, po më sillen policë si bandit, po lerë banditin, po merr në policë, po sillen si bandit. Dhe tha një të vërtetë ambasadori. Sipas Berishës, në Shqipëri është krijuar një makineri friksimi. Kjo makineri përbëhet nga vrasë serial. Përbëhet nga kartele droge që disponojnë miliarda. Janë vendimarrës kryesorë. Emrojnë ministra, emrojnë drejtorë. Berisha shfrytëzoi dhe takimet me figurat Partisë Popullore Evropiane në Bruksel për të sensibilizuar faktorin ndërkombëtar për zgjedhjet në Shqipëri. I penduar i drejtësisë Erjon Alibej rrëfeu këtë të njëjtë para gjykatës të tjera krime në Elbasan dhe Durrës. Ai tha se ishte akmar për vrasjen e vëllait të tij. Alibej tregoi se kishte paguar deri në 150.000 euro për atentate. Për të zbuluar kush janë autorët e vrasjes së vëllait, bëra hetuesin. Kështu shpreh dëshmitari i mbrojturi i drejtësisë Erjon Alibej në rrëfimin e dytë për gjykatën e posaçme, ku thot se kishte humbur çdo besim tek autoritetet në vend. Unë kisha sistemin Teams që kontrolloja gjithë shka doja. Të gjitha nga copja, qosja, dumanin, emrat nisa të identifikoj. I kisha me foto dhe gjithë hyrje daljet e tyre. Unë po humbja besimin tek institucionet e drejtësisë në Elbasan. Mësoj se Abedin Mama ka bërë një takim në Elbasan me Ardi Veliun dhe Tonin Vocajn. Kjo mu përputhe dhe me ndërrimin e drejtorëve. E mora si informacion. Ndërkohë, kërkoja për ekzekutorët e familjarëve të mi. E kam bërë vetë hetuesin, prokurorin, gjyqtarin, i kam vënë në dispozicion drejtësisë të gjitha informacionet e mia. Pasi më vran djalin e dajës, Zylyfin, unë isha në kërkim. Atë kohë, unë gjithçka investoja vetëm për mbrojtje dhe për të gjetur ata që na goditën. Unë kisha dalë për hetime vetë, me motor, si shpërndarës picash. Pasi u dorëzua në polici, Alibej thot se i vuri në dispozicion policisë të gjitha informacionet që ai kishte grumbulluar, por sipas të penduarit, gjithçka ju kthye kundër tij. Pasi jam vedorzuar, i pari që kam informuar ka qenë Leonard Palushi. Në paraburgim më vjen prokurori që më akuzonte për Gjoni Rustën, Ridvan Suka. I tregova gjithë shka dia, pasi ai kishte edhe hetimin e vrasjes së familjarëve të mi. Ja kisha dhënë gjithë informacionet punonjësve të policisë që ekzekutorët më kanë shkuar deri tek fëmijët në shkollë, deri tek nëna ime kur shkonte në Varreza. Është bërë 0 veprim nga shteti. I është lënë hapësirë grupit të ekzekutorëve që ne të kishim mort një herë në 6 muaj në shtëpi. Ai tregoi me detaje edhe si porositi ekzekutimin e Dorian Shkozës për t'u hakmarrë ndaj vëllait të tij. Ishte shumë e rëndësishme që të vritej Dorian Shkoza, ishte njeriu më i afërt i Talo Çelës. Një natë më shkruajti Nuredini, vëlla, mbaroi i pari, shiko televizionin. Pas lajmet, ishte vrar Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Këtë të dytin se kisha dëgjuar më parë. I thash Nuredinit, po këtë pse? Më tha, hajt se dhe ky i atyre është. Nuredinit për vrasjen i dhash 50.000 euro paraprakisht. Pastaj, Nuredinit i jap edhe 100.000 euro edhe për vrasjen e Altin Ndocit. Në total 150.000 euro. Në atë periudhë kisha kontakt me një person që i thoshin Hoxha tek Fresku. Ai më gjente mu armë nga Aleksandr Baho.
Eriona Libej është një nga bashkëpunëtorët kryesorë të drejtësisë në Shqipëri, i arrestuar nga dosja plumbi i artë. Personat e arrestuar për trafik droge në Finlandia në Burg nga gjykata e posaçme. E njëjta masë është dhënë edhe për 2 të tjerë që janë në kërkim. Grupet shqiptare, sipas SPA, kalonin drejt vendit nordik qindra kilogram kokain, heroin si dhe drogra sintetike. Gjykata e posaçme konfirmoi masat arrest me burg për të ndaluarit e operacionit midis Shqipërisë dhe Finlandës, që goditi disa grupe kriminale që merreshin me prodhimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike dhe atyre sintetike. Në kuadër të këtij operacioni u lëshuan masa siguria arrest me burg për 11 shtetas shqiptar dhe prej tyre janë ekzekutuar vetëm 9. Grupet kriminale kanë trafikuar në Finland 170 kg amfetamin, ndërsa droga trafikohej dhe transportohej nga Hollanda dhe Spanja, si dhe më pas dorëzohej, tregtohej, shpërndahej në disa qytete të vendit nordik. Procedimi penal u regjistrua në qershor të vitit 2023, pasi pala finlandeze sinjalizoi SPAK-un për aktivitetin masiv kriminal të disa shtetasve shqiptar atje. Bëhet fjalë për të paktën 4 grupe kriminale, krerët e të cilëve drejtonin aktivitetin nga Shqipëria. 2 prej tyre tha SPAK janë me origjinë nga Vlora, ndërsa pjesa tjetër e antarëve të bandave janë nga Kuçova dhe Berati. Në konferencën e mbajtur pak ditë më parë për këtë operacion, prokurori finlandez vuri në duke faktin se antarët e bandave shqiptare fshihen pas një pune të zakonshme atje. Në total gjatë këtij hetimi është sekuestruar rreth 300 kg drogë dhe po ashtu janë sekuestruar 8 automjete, telefona celular dhe shumë dokumente. Forcat detare janë bërë pjesë e stërvitjes ndërkombëtare Defender 2025 duke demonstruar përgatitjet e tyre në praninë të ushtrisë amerikane. Stërvitja do të zhvendoset gjatë ditëve të fundit në zonën e Bizës në Martanesh. Brigjet e Durrësit këtë të enjtë u pushtuan nga forcat ushtarake shqiptare dhe ato amerikane në kuadër të stërvitjes shumëkombëshe Defender Europe 25. Defender 25 ka zbarkuar në Durrës një operacion të përbashkët mes forcave toksore, detare dhe atyre ajrore. Pjesë e kësaj stërvitje do të jetë një incident në det të hapur. Kamera Vision Plus ka ndjekur nga afër stërvitjen operacionale, e cila u drejtua dhe u monitorua nga forcat amerikane. Kjo është një stërvitje e cila drejtohet nga komanda amerikane për Evropën dhe Afrikën dhe ka si qëllim kryesor aftësimi dhe dislokimi strategjik të forcave dhe mjeteve në rajonin e Evropës, duke përdorur kalime detare, toksore dhe ajrore. Generali i forcave toksore shpjegoi detajet e këtij operacioni të rëndësishëm, i cili për herë të tretë zhvillohet në Shqipëri. Në këtë skenar janë 2 grupe speciale, që do të thotë rreth 25 veta. Skenari parashikon që një incident që të ka ndodhur me një anije dhe aty kërkohet ndërhyrje më specializuar për të lirimin e anijet, pra që është marrë një anije peng. Kjo është pjesë e skenarit dhe forcat speciale do ndërhyjnë për neutralizimin e pekmarrësve dhe çlirimin e anijes. Krahas atyre detare dhe toksore, pjesë ishin dhe forcat ajrore, ku monitorimi u bë nga droni Bayraktar. Në këtë skenar sot kemi 5 anije pjesëmarrëse, anija Lisus e forcës detare, anija Oriku ku ndodhemi tani, anija Semani dhe 2 anije amerikane. Po kështu do kemi nga forca ajrore 2 helikopter Cougar dhe gjithashtu në lartësi do kemi dhe një dron i cili monitoron të gjithë zhvillimin e operacionit. Defender 25 në fundjavë do të zbarkojë në Bizë, ku do të ketë një tjetër fazë stërvitore mes forcave toksore dhe atyre ajrore. Analizat e Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare kanë konfirmuar shfaqjen e murtajës te bagëtitë e imta. Kafshët e prekura janë identifikuar në një fermë në Shkodër, e cila është karantinuar. Ekspertët sigurojnë se nuk ka rrezik që sëmundja të transmetohet tek njerëzit. Autoritetet veterinare kanë konfirmuar rastin e parë të murtajës së ruminantëve të vegjël në vend. Sëmundja u identifikua në një fermë mbarshtimi dhish në njësinë administrative Postrib të Shkodrës. Mostrat e marra në terren nga shërbimi veterinar janë analizuar nga laboratori referencë i Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, i cili ka konfirmuar praninë e virusit. Ndërkohë, sot bëhet eliminimi i këtyre krerëve në fermë dhe bëhet dezinfektimi i fermës dhe ngrit grupet e punës për monitorimin e zonës 3 dhe 10 km. Ndërkohë ka dalë dhe urdhri i ministrit, i cili ndalon lëvizjen e këtyre kafshëve në territoret marrëna zonës 3 dhe 10 km, që i bie Bashkia Shkodër dhe Bashkia e Mërësisë Madhe, ku nuk lejohet
lëvizje e kafshëve. Autoritetet u kanë bërë thirrje të gjithë fermerëve dhe mbarshtuesve të kafshëve të imta që të zbatojnë masat parandaluese dhe të kufizojnë lëvizjen e kafshëve brenda dhe jashtë fermave. Sëmundja nuk transmetohet tek njerëzit dhe nuk paraqet asnjë rrezik për shëndetin publik. Muslimanët në mbar botën kremtojnë të premten Kurban Bajrami. Në prag të kësaj feste, kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu ishte drejtuar të gjithë besimtarëve me një mesazh. Ai ka apeluar për më shumë solidaritet me njerëzit në nevojë. Me rastin e festës së madhe të Kurban Bajramit, ju përcjell urimet e mia më të përzemërta për shëndet, paqe dhe mëshirë në familjet tuaja. Kurbani nuk është thjesht një akt simbolik, por një shprehje e përkushtimit dhe bindje së njerëzve ndaj krijuesit të gjithësisë. Ai lidhet drejt për drejt me një prej tregimeve më madhështore të shpalljes hyjnore në Kuranin famulart, historinë e pejgamberit Ibrahim a.s. dhe sakrificës së tij sublime për të quar në vend premtimin e dhënë. Kurani na mëson se tek Zoti nuk arrin as mishi, as gjaku, pra nuk është ky qëllimi i kurbanit, por devotshmëria dhe qëllimi i pastër i zemrës. Le të jetë kjo fest një mundësi për të thelluar lidhjen tonë me Krijuesin, për të forcuar lidhjet me njëri tjetrin dhe për të ndarë me ata që kanë më pak. Le të mos harrojmë të varfrit, fqinjet dhe të afërmit, siç na mëson tradita profetike, sepse vetëm përmes ndarjes dhe solidaritetit shfaqim vlerat më të larta të fesë sot. Në emrin tim dhe të komunitetit musliman të Shqipërisë, ju uroj nga zemra gëzuar Kurban Bajramin. Plot 27 herë kanë dështuar deputetët e Kosovës për të konstituar kuvendin, edhe seanca e radhës që u mbajt këtë të enjte 4 muaj pas zgjedhjeve nuk pati sukses. PDK, LDK, AAK dhe lista serbe refuzuan votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetarit, ndërsa seancat janë kthyer tashmë në rutinë vetëm për të qenë brenda afateve ligjore. Palët janë në pritje të opinionit të gjykatës kushtetuese mbi votimin e fshehtë, ndërsa vetëvendosje shprehur e bindur që i plotëson numrat nëse votimi bëhet përmes kësaj metode. Seanca e radhës do të mbahet në 7 maj. Kjo gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.